Baba im thot beson në tyrbe. Kur I përmend xhenetin, thot nuk ekziston. Kurse Zoti pra thot po. Elus Allahun e lartësuar që babain tënd ta udhëzoj. Elus Zotin e qetësisë që ta drejtoj. Thuaj babait tënd që përderisa beson Zotin, ky Zot, Allahu I lartësuar pra, I cili ka krijuar gjithësinë, është ai që na ka treguar se ka botë tjetër, se ka xhenet, se ka xhehenem. Dhe Zoti nuk thot vetëm se të drejtën, të vërtetën. Në momentin, pra ai I cili mohon xhenetin, pra mohon ringjalljen, botën tjetër. Dhe thuaj, Zoti I gjithësisë, pra përderisa e beson, është ai që na ka kriju. Dhe Zoti I gjithësisë është ai që na ka kriju herën e parë. Atëherë, përderisa na ka kriju herën e parë, e ka tepër të lehtë që të na ringjallë. Zoti I gjithësisë është ai që ka krijuar universin, ka krijuar malet, qiejt, krijesa më të mëdha se njeriu. Atëherë, është e lehtë për Zotin që ai I cili pra ka krijuar këto krijesa madhështore, është e lehtë për të që ta krijojë e ta ringjallë njeriu. Pastaj, pasi ti tregosh për këto, thuaj, mendo pak, sa njerëz në këtë botë bëjnë padrejtësi. Sa njerëz në këtë botë janë njerëz të mirë. Dhe që të gjithë vjen një moment që ndërojnë jetë. Dikush për shembull ka bërë krime të mëdha, ka vrarë shumë njerëz. Dikush tjetër ka jetuar I drejtë, ka bërë vepra të mira. Dhe që të dy ndërojnë jetë. Logjika, njeriu mendon. Thot, ky njeriu që ka bërë padrejtësi të mëdha, a nuk meriton që të marrë një dënim? Patjetër që meriton të marrë dënim. Dhe Zoti I gjithësisë, të cilin ne e besojmë, është I drejtë, është prej cilësive të tij, I drejti, drejtësia. Atëherë, patjetër që ka një moment, ka një kohë ku do të ketë drejtësi. Ai që ka bërë keq të marrë dënimin, xhehenemin. Ai që ka bërë mirë të marrë shpërblimin, xhenetin, vendin e lumturisë. Këto janë botën tjetër. Por besimi në botën tjetër është pjesë e besimit në Zot. Sepse tregon për fuqinë e Zotit, tregon për diçka, bota tjetër është diçka që Zoti na ka treguar për të. Dhe patjetër, pra besimi në Zot, patjetër pra tregon se ti beson fuqinë e tij, beson se ai është krijues, ai ka mundësi të të ringjallë. Tregoj pra babait tënd për argumentet e ringjalljes. Dhe ne do të dalim para Zotit. Zoti na tregon në Kur'an. E për sa I përket adhurimit të diçkaje përveç Allahut të lartësuar, është mëkati më I madh. Tani ky Zot, që është krijues I madh, krijues absolut, a nuk meriton ky Zot që të adhurohet një I vetëm? Ty Zoti të ka falë dy sy, të ka falë veshët, të ka falë çdo të mirë. Si mundet, pra ti nënshtrohesh ose ti lutesh dikujt që nuk është I fuqishëm. Pra një I vdekur, ti je më I fuqishëm se ai I vdekuri. Si mund ti lutesh atij? Si mund të shpresosh shërim kur ai është I vdekur? Si mund të shpresosh prej dikujt që ai as nuk flet, as nuk shikon? Ai është I vdekur. Lutju të përjetshmit, gjallit, fuqishmit, Allahut të lartësuar. Zoti I gjithësisë na fton në Kur'an që me adhuru vetëm Zotin. Mos me ju lut dikujt tjetër përveç tij. Wa ma umiru illa liya'budu Allah. Ata janë urdhëruar vetëm që të adhurojnë Allahun. Kështu kuptohet prej ajetit. Ajo që ta mundeson me fitu lumturinë botën tjetër, xhenetin, është me adhuru Zotin.
Nëse ti adhuron dikë tjetër përveç Allahut lartësuar, Zoti na rujt, e pret njeriu dënimi i madh në botën tjetër. Kështu që ftoje ta besoj Zotin e gjatësisë ashtu siç Allahu i lartësuar është vërtet. Ta adhurojnë Allahun e lartësuar një të vetëm, të besojnë se një ditë do të ringjallemi, do të dalim para Zotit të gjatësisë, sepse besimi në botën tjetër është pjesë e besimit në Zot.